Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Presidentja Vjosa Osmani ka ftuar në takim konsultativ lideret e partive kryesore politike në vend për të gjetur një zgjidhje lidhur me blokadën në konstituimin e Kuvendit Kosovës. Takimi është parapart të mbahet më 15 maj në orën 13 në ambientet e presidencës. Ftesa vjen pas shprehjes së gatishmërisë për gjitha partitë politike për takim konsultativ me presidentën, përveç lëvizjes vetëvendosje e cila ende nuk ka shprehur një qëndrim zyrtar lidhur me këtë çështje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka pranuar ftesën për takim nga presidentja Vjosa Osmani. PDK thotë se vlerëson që po ndërmerren hapa institucionale ashtu siç ka propozuar dhe shpreson se mund të jenë ndihmues për të dalë nga kriza politike për të hapur rrugën drejt krijimit të institucioneve të reja. Kryetari Krasniqi do të merr pjesë në takim me shpresën që të gjitha partitë të marrin pjesë me konstruktivitet dhe duke vendosur interesin e qytetarëve në radhë të parë. Kosova ka nevojë për institucione të reja sa më parë, ka konfirmuar për Radio Televizionin 21 zëdhënësi i PDK-s Faton Abdullahu. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, bashkë edhe me nënshkrimet e PDK-s dhe LDK-s, e ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese çështjen e formimit të komisionit për votim të fshehtë në seancën konstituive të Kuvendit. Këto subjekte politike po e akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për shkelje kushtetuese. Përpjekjet e vetëvendosjes disa herë radhaze që ta ndrojë mënyrën e votimit nga ajo e hapur në të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ka shtyr AAK-n të mbledhë nënshkrime për dërgimin e lëndës në gjykatën kushtetuese për interpretim. Ne sot si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, me nënshkrimet e deputetëve të Aleancës, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, e kemi dërguar në gjykatë kushtetuese për interpretim të ndryshimit të votimit në mes të procedurave për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Raporti është hartuar nga ekspertë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ne kërkuam nga gjykata kushtetuese që kjo të trajtohet me prioritet, duke konsideruar që është shkelje ligjore, po mendojmë që po zhvlefsohet edhe vlera e Kuvendit të Kosovës duke mbajtur seanca plenare çdo 48 orë dhe seanca të cilët i konsiderojmë që po shkelet Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Partitë që po e kundërshtojnë mënyrën e votimit për zgjedhjen e kryeparlamentarit vlerësojnë se vetëvendosja është duke rënuar imazhin e Kuvendit. Deputetja Kadria i thotë se as ambasadorët e vendeve aleate të Kosovës nuk po marrin pjesë në seancë. Po luhet me imazhin e Kuvendit të Kosovës. Shihni nëpër seanca 48 orë, nuk ka askush nga ambasadorët e vendeve të Kuvendit apo zyrtar që i përcjellin këto seanca, sepse po dihet rezultati, po dihet se çfarë do të ndodh, kjo qeveri nuk ka reflektuar. Duke akuzuar vetëvendosjen për shkelje kushtetuese, deputetja Kadria i tha se pavarësisht se çfarë vendimi do të japë gjykata kushtetuese, atë do ta respektojnë. Ne gjithmonë i kemi respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese, pavarësisht cilat janë, ne asnjëherë nuk kemi thonë që ndonjë vendim që na konvenon ta pranojmë e vendimet që nuk i takojnë, që nuk na pëlqejnë, nuk i pranojmë dhe kjo qeveri ju e dini që është shkelësja më e madhe e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Të martën është tentimi i 15 për konstituimin e Kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dorëzuar në zëre kërkesën me nënshkrime për anullimin e vendimit për rritjen e çmimit të energjisë dhe të vendimit për anullimin ose shtyrjen e vendimit për largimin e rreth 1300 bizneseve nga tregu i rregullt i energjisë. Kemi këtu para zyrës së rregullatorit të energjisë me nënshkrimet që kemi mbledhur nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, iniciativë e jona në fakt edhe me mbështetje të deputetëve nga partitë tjera politike të përfaqësuara në parlament. Kemi një kërkesë të cilën tashmë e dorëzuam në zyrën e rregullatorit të energjisë, e cila ka të bëjë me anullimin e dy vendimeve. E para që rreth 1300 biznese të dalin në tregun e hapur nga data 1 qershor dhe e dyta anullimin e vendimit për ngritjen e tarifave 16.1%. Ishim takim bashkë me zotin Azemi, biseduam për gati një orë me përfaqësues të bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, në takim ishte zoti Fejzullahu. Biseduam gjërë gjatë, në fakt mund të them që kishte plot arsyetime
mirë po nuk është që morëm përgjigje pozitive për shqyrtimin dhe trajtimin e kërkesës. Sipas tyre, një vendim të tillë mund ta shtyjë vetëm qeveria, në këtë rast e Republikës së Kosovës, kushdo që është duke ushtruar detyrën e qeverisë dhe të ministrave, sepse bëhet fjalë për rreth 50 milion euro, domethënë diferencë në çmime të cilat duhet të vinë nga subvencionimi i buxhetit të shtetit, përndryshe këta detyrohen që vendimin ta lënë në fuqi dhe nga një qershori të kemi pikërisht këtë. Ne i pyetëm se çfarë do të ndodhë me këto 1300 biznese, prej cilave asnjëra nuk ka deri me tani kontratë me ndonjë furnizues, dhe ata në fakt nuk kanë përgjigje. Domethënë sipas ligjeve në fuqi është KEKU, Korporata Energjetike e Kosovës, e cila duhet me i furnizu këto biznese për rreth 2 muaj, mirë po do t'i furnizojë me çmimet e tregut. Çka nën kupton që sipas tyre, nëse qeveria nuk ndërhyn me ndonjë subvencionim, prej datës 1 qershor, të gjitha këto biznese që janë rreth 1300 soshe, 200 prej tyre janë biznese prodhuese, do e kanë çmimin e energjisë elektrike shumë më të shtrejtë. Në fakt, roli i zyrës rregullatorit të energjisë përveç që është me rregullu tregun, është edhe me siguru konkurrencën në treg, dhe këtë e kërkuar nga kryetari Feyzullah, për shkak se nga të gjithë operatorët të cilët janë licencu për furnizim me energji elektrike, vetëm një, dhe në këtë rast Kesko ka dhënë ofertë, të tjerët nuk janë lajmëruar fare, që në kupton se tregu i energjisë elektrike, edhe pse lejon operator ekonomik me kriju shitblerjet e energjisë, nuk është funksional, për atë që ne po kërkojmë se para se të liberalizohet tregu, ta bëjmë tregun funksional në mënyrë që qytetarët dhe prodhuesit kenë mundësi të blejnë energjinë elektrike. Ndërsa një gjë tjetër e cila u potencuar, sepse kjo kërkon një dialog, një diskutim të brendshëm me qeverinë e Kosovës për ta kaluar këtë pengesë me një subvencionim rreth 50 milion euro. Në këtë takim na u tha që qeveria e Kosovës e ka refuzuar një kërkesë të zyrës rregullatorit të energjisë, pra nuk ka dashur të bëj asnjë subvencionim për ngritjen e këtyre çmimeve elektrike, të cilat do të dalin në tregun e lirë të energjisë. Prandaj ne do të kërkojmë gjithashtu nga qeveria në detyrë, nga ata të cilët mbajnë postet, që të reflektojnë për shkak se ky dëm që po i shkaktohet bizneseve do të ketë efekt zinxhiror deri te konsumatori. Pra sipas juve në takimin që keni pas, ata janë të gatshëm për zgjidhje veç se qeveria në detyrë nuk është e gatshme. Po praktikisht kërkohet që kjo diferencë të subvencionohet. Dhe këtë subvencionim mund ta bëjë vetëm qeveria e Kosovës dhe ka disa kanale se si mund ta bëjë atë. Kur ta që kanë refuzuar kërkesa, ka qenë tash të fundit? Si duket para vendimit nuk na dhanë një datë, por na thanë që ne kemi kërkuar nga qeveria që ta bëj subvencionimin e kësaj diference dhe është refuzuar si kërkesë zyrës rregullatorit. Aleanca Kosovare e Bizneseve shprehu shqetësim të thellë lidhur me vendimin e zyrës rregullatorit për energji që detyron bizneset me mbi 50 punëtor dhe me mbi 10 milion euro qarkullim vjetor të furnizohen nga tregu i hapur e energjisë. Afaristët ndërkohë kërkuan pezullimin e vendimit të paktën për një vit, në të kundërtën si shton ata do të detyrohen të largojnë punëtorët. Problemi thelbësor i kësaj çështje është vendimi i ZRE-s që do të sjellë pasoja. Rritja e çmimit të energjisë elektrike në 16.1% është një pjesëmarrje dhe një rritje e madhe. Detyrimi i kompanive mbi 50 punëtor dhe mbi 10 milion euro qarkullim vjetor që të furnizohen nga tregu i hapur i energjisë elektrike, ky çmim do të jetë 3 deri në 5 herë më shtrejt se sa që këta biznese mund të blejnë nga KEKU, ose 2 herë më shtrejt se sa është çmimi aktual nga Kesko. Kjo situatë është e papranueshme sepse cënon konkurrencën e qëndrueshme të prodhuesve vendor. Vendimi për kalimin tregun e lirë të energjisë elektrike para gjithash është një vendim që është komunikuar shumë vonë, nuk ka pas përgatitje adekuate. Unë mendoj që është dashur spaku një vit më herët t'u bëhet në dije të gjitha kompanive të mëdha dhe përgatitet strategjia e kalimit. Vërtet askush nga kompanitë
cilat e kanë energjinë elektrike, një prej shpenzimeve kryesore, nuk ka mund të parashikoj që do të kalojmë në një çmim, do të detyrohemi të paguajmë një çmim i cili është disa fesh më i shtrejt, tash po përmendet 220 deri 260%. Kështu që vërtet gjitha instancat, qoftë qeveritare apo të tjera, gjitha organizatat të cilat merren me çështjet e energjisë, do e mos të bashkërendisin një aktivitet i cili do të sillte një situatë në cilën bizneset do të kenë spaku një kohë në mënyrë që të ristrukturohen në këtë aspekt. Unë veç kisha me apelu direkt te qeveria edhe te KESCO, nëse nuk e bëjnë anulimin e këtij vendimi që e kanë marrë për neve si kompani që s'kem qenë të njoftura ad hoc, neve na mbetet me largu pjesën e punëtorëve që të bëjmë në atë nivelin e 50 punëtorëve, mos pagujmë energji elektrike, do me thonë me rritje, edhe atëherë në të merret qeveria, ose në të merret shteti me punëtorë që të kemi larguar. Mirë po është tjetra që nesër edhe bizneset e folit dhe zotëri Naim Dedusha, do me thonë ne po dojmë inkaraju bizneset apo investitorët e huaj në Kosovë, që deri sot ka qenë një do me thonë një thonje shumë e mirë dhe një realitet e mirë, që fuqia punëtore në Kosovë është ma e lira, është ma e reja, edhe çmimet e tregut të energjisë elektrike janë më të lira. Tash po është e kundërta 100% ose 260% me ngritje të energjisë elektrike. Kryetarja e dhomave të specializuara të gjykatës speciale, Ekaterina Trëndafilova, ka nisur sot një vizitë zyrtare në Kosovë, e cila do të zgjasë deri më 14 maj, ndërsa është paralajmëruar se do të mbajë edhe konferencë për media. Kundër vizitës së saj ka reaguar organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, duke thënë se kjo vizitë është provokim i qëllimshëm dhe fyerje ndaj luftës së tyre çlirimtare. Organizata e veteranëve të luftës, shoqatës së invalidëve të luftës dhe shoqata e familjeve të dëshmorëve reaguan përsëri për vizitën e kryetares së gjykatës speciale, Ekaterina Trëndafilova, në Kosovë. Këto organizata vlerësuan se vizita e saj është e papranueshme dhe fyerje e rëndë ndaj të gjithëve atyre që sakrifikuan për lirinë e këtij vendi. E paparalajmëruar të mbahet në një perde të trashë të fshehtësisë, pa praninë e qytetarëve dhe kamerave. Kjo vizitë nuk ka asgjë të përbashkët me drejtësinë apo transparencën. Përkundrazi është përpjekje për të ikur nga llogaridhënia dhe për të vazhduar një agjendë të njëanshme politike. Me tej në reagim theksohet se kjo qasje arrogante dhe fyesës është tjetër vetë se vazhdimi i padrejtësisë që po u bëhet krerëve të UÇK-s në Hag. E njëjta gjykatë që heshti për krimet serbe mbi civilet shqiptar, sot vjen në Kosovë si autoritet drejtësie, por nuk ka guxim të përballet me opinionin publik. Kjo është hipokrizi e pastër. Ne OVL, SHIL dhe SHFD ritheksojmë kundërshtimin tonë të plotë dhe të palikundur ndaj kësaj vizite. Kërkojmë nga institucionet e Kosovës që të mos bëhen pjesë e kësaj fasade dhe i ftojmë të gjithë qytetarët, shoqatet e dalë nga lufta dhe mediat e pavarura të qëndrojnë në krah të së vërtetës dhe sakrificës sonë të përbashkët. Për herë të fundit Trëndafilova qëndroi në vendin tonë në tetor të vitit të kaluar. Kosova edhe këtë vit e ka humbur mundësinë për antarësim në Këshillin e Evropës, kjo pasi aplikacioni i saj për antarësim në këtë organizatë nuk është përfshirë në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mblidhet më 13 deri më 14 maj. Sipas njohësve të këtij procesi, mos trajtimi i çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe si dhe mos formimi i institucioneve të reja kanë ndikuar në mos përfshirjen e Kosovës në agjendën e Komitetit të Ministrave. Në prill të vitit të kaluar, Kosova mori dritën jeshile nga Asambleja Parlamentare për antarësim në Këshillin e Evropës, mirëpo nuk e kaloi hapin final pasi nuk u përfshi në agjendën e Komitetit të Ministrave për shkak të mosdurgimit të draft statutit të BE-s për asociacionin e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese. Sipas njohësve, kjo ka ndikuar që as këtë vit aleatët e Kosovës të mos e shtyjnë përpara agjendën për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Profesori i integrimeve evropiane Dritor Arifi se Kosovës i ka ikur treni për antarësim në Këshillin e Evropës. Në Këshillin e Evropës ajo agjendë është të kaluar, ne nuk kemi në maj në agjendë, nuk kemi qenë, por edhe ndoshta ta kishim pasur qeverinë, e kishim pasur një shpresë që mund të kishte lëvizur diçka. Pra,
nëse e themi me një fjalë, ne jemi duke humbur botkuptimin tonë me politikën e jashtë. Duke referuar ambasadës gjermane që është në Prishtinë, e cila ka thënë publikisht para 2 javë apo 3, ka thënë që kushtet e paraqitura më herët mbesin valide dhe ne nuk mund të shtyjmë asnjë agjendë, pra realisht antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm derisa nuk zbatohen ato kushte. Ata nuk kanë kërkuar që Kosova ta themeloj asociacionin, ata kanë kërkuar që Kosova vetëm ta dërgojë në gjykatë kushtetuese për interpretim. Mandej themelimi i tij mbetet ende çështje politike. Në anën tjetër, profesori të drejtës kushtetuese Kadri Kryeziu thotë se edhe mosformimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit ka ndikuar që të mos ketë vendimarrje në Kosovë në lidhje me kërkesën e aleatëve për dërgimin e draft statutit të asociacionit në kushtetuese. Kjo formë, domethënë, e procesit është tepër negativ, si për faktorin e brendshëm, po ashtu për faktorin e jashtëm. Unë e kom përgëzu disa herë se sa më shpejt duhet krijohet qeveria se si vjet, neve na presin punë të jashtëzakonshme, edhe duhet ta kemi parasysh ndryshimin e administratës amerikane, e cila është ndryshim radikal, është edhe pa parashikueshëm se çka ndodh me neve. Kështu që ata duhet me qenë shumë agil, duhet me qenë shumë të kujdesshëm, të ndërgjegjshëm për krijimin e qeverisë sa më parë. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në vitin 2022. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se në vazhdën e hetimeve në kuadër të rastit Mati është sekuestruar pasuri shtesë në vlerë mbi 2 milion euro. Sipas njoftimit të prokurorisë, rasti është në hetime në drejtim të veprës penale shpërlarja e paras. Në rastin e koduar me emrin Mati, gjatë muajit shtator të vitit kaluar, ishën arrestuar 3 persona. Nëpërmjet një komunikate, Prokuroria Speciale ka treguar se ka sekuestruar 20 njësi banesore me vlerë prej rreth 1.7 milion eurosh, 2 lokale afariste me vlerë prej afro 335.000 eurosh, 17 garaje me vlerë prej rreth 125.000 eurosh, si dhe 6 depo me vlerë prej afro 17.000 eurosh. Pasuria e sekuestruar me vlerë prej 2.286.054 eurosh, si pas Prokurorisë Speciale, është identifikuar në emër të dyshuarit Sh.C. Kaq për këtë edicion lajmësh, të nderuar shikues, mirupafshim në edicionet e tjera.